نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Fillimisht falënderimet I takojnë madhërisë Allahu Gjelle Gjelaluhu, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetje tona më të përzemërta ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër dhe motra, këtu para jush do të mundohemi në pika të shkurtra të flasim për një prej emrave të Allahu Gjelle Gjelaluhu, I cili emër është emri An-Nur. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot në Kur'anin famulart, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu nuru s-samawati wal ard, Sadaqallahu al-azim. Allahu është drita e qiejve dhe të tokës. Dietarët Islam këtë emër e kanë ndarë në dy lloje. Lloji I parë është lloji konkret, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu pra I drejtohet nëpërmes fjalëve tregon për vetveten e tij dhe madhështinë e dritës së tij, saqë thuhet se nëse Allahu Gjelle Gjelaluhu e lëshon shikimin ndaj krijesave të veta, do t'i diçke të gjithë krijesat, nga se madhështia e dritës Allahu Gjelle Gjelaluhu është shumë e madhe. Lloji I dytë që dietarët Islam e kanë ndarë këtë emër, pra An-Nur, është lloj abstrakt, ku kjo dritë I veçon ose I ndan ose I ndriçon zemrat e pejgamberëve, zemrat e njerëzve të afër, zemrat e njerëzve të sinqert dhe zemrat e melekëve. S'do mend se një prej cilësive të Allahu Gjelle Gjelaluhu është edhe madhështia apo drita e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj, Kur'ani Kerimi është dritë, feja islame është dritë, të dërguarit e Allahut janë dritë, xhennetet të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu I ka përgatit janë dritë. Pra drita e Allahut është kudo që ne e kërkojmë dhe ajo është prezent tek ne. Po ashtu kemi edhe disa prej fritëve të këtij emrit. Unë do të përmendi dy prej fritëve të dobive të këtij emrit. Friti I parë është se Allahu Gjelle Gjelaluhu besimtarët I nxjerr nga errësira në dritë. Errësirë është shirku dhe kufri, kurse dritë është imani apo besimi I besimtarit dhe feja të cilës I takon pra fejes islame. Kurse friti I dytë është se Allahu Gjelle Gjelaluhu ua ndriçon zemrat besimtarve, po ashtu ua ndriçon edhe shikimin e tinve besimtarve, ua ndriçon edhe ndëgjimin e tinve gjatë ndëgjimit të fjalëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe kështu që besimtari është kudo që të shkon me dritën e Allahut është fitimtar. Në fund, kisha një mesazh s'pari për vetveten time, tani edhe për të gjithë juve. Da, insha Allah, Allahu Gjelle Gjelaluhu, që këtë muj, pasi që jemi në muajin e bekum të Ramazanit, që Allahu Gjelle Gjelaluhu të gjithë besimtarve t'ua ndriçon zemrat e tyre, t'ua ndriçon namazet e tyre, t'ua ndriçon leximet e tyre, t'ua ndriçon çdo një lutje ibadet që bëjnë në këtë muaj të bekum të Ramazanit, dhe dashtë Allahu
që ky Ramazan të jetë dritë në zemrat e tona në këtë botë dhe botën tjetër. Njëherët të gjithëve besimtarve u aboj për hajër muajin e bekum të Ramazanit, urime muaj i bekum i Ramazanit për të gjithë muslimanët. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.